Horoskopi 10 shkurt, dita e vendimeve që ndryshojnë rrjedhën e javës. 10 shkurti vjen me energji të forta planetare që prekin emocionet, financat dhe marrëdhëniet personale. Hëna ndikon fuqishëm në komunikim, ndërsa Venusi sjell thellim ndjenjash dhe sqarime të rëndësishme. Disa shenja do përballen me zgjedhje vendimtare, ndërsa të tjera do ndjejnë një shtysë të fortë për të nisur diçka të re. Dashuria. Sot mund të përballeni me një bisedë të sinqertë që do sqarojë një situatë të mbetur pezull. Nëse jeni beqar, një njohje e papritur mund të lindë përmes një miku të përbashkët. Mos u tregoni impulsiv. Puna o financat. Energjia juaj është e lartë, por duhet ta kanalizoni me kujdes. Një ofertë e re mund të vijë, por analizoni detajet përpara se të vendosni. Shpenzimet kërkojnë kujdes. Shëndeti, stresi mund të ndikojë në gjumin tuaj. Mundohuni të relaksoheni në mbrëmje. Demi. Dashuria, stabiliteti është fjala kyçe e ditës. Partneri do kërkojë më shumë vëmendje. Beqarët mund të ndihen të pavendosur mes dy personave. Puna o financat. Një projekt i nisur më herët fillon të jap rezultate. Mos nxitoni me investime të mëdha sot. Shëndeti, kujdes me ushqimin, shmangni teprimet. Binjak. Dashuria, komunikimi është arma juaj më e fortë sot. Një mesazh ose telefonat do ju gëzoj. Mos lini vend për keqkuptime. Puna o financat, ide kreative do të vlerësohen. Mund të merrni një lajm pozitiv lidhur me një pagesë të vonuar. Shëndeti, energjia është e mirë, por bëni pak aktivitet fizik. Gaforia. Dashuria, emocionet janë më të thella se zakonisht. Sot është dita për të shprehur atë që ndjeni. Puna o financat. Një koleg mund t'ju surprizojë me një propozim bashkëpunimi. Financat kërkojnë disiplinë. Shëndeti, kujdes me tensionin emocional. Dashuria, dita sjell pasion dhe dinamizëm. Në çift do ndiheni më afër partnerit. Beqarët kanë shanse për flirt. Puna o financat, ambicia ju shtyn përpara. Një takim i rëndësishëm mund të hapë dyer të reja. Shëndeti, vitalitet i lartë. Virgjëresha. Dashuria. Mos analizoni çdo detaj, lërini ndjenjat të rrjedhin natyrshëm. Puna o financat. Një çështje e vogël administrative kërkon zgjidhje urgjente. Shëndeti, kujdes me lodhjen mendore. Peshorja. Dashuria, harmonia rikthehet. Një surprizë romantike është e mundur në mbrëmje. Puna o financat. Një mundësi financiare mund të vijë përmes një bashkëpunimi. Shëndeti, kujdes me ekuilibrin emocional. Akrepi. Dashuria, intensiteti juaj mund të krijojë xhelozi. Tregohuni më të hapur. Puna o financat, vendime të rëndësishme në horizont. Mos u ndikoni nga emocionet. Shëndeti, nevojë për pushim. Shigjetari. Dashuria. Dita sjell aventura të vogla dhe emocione të bukura. Puna o financat, një udhëtim pune mund të planifikohet. Shëndeti, energji pozitive. Britsjapi. Dashuria, tregohuni më të butë me partnerin. Puna o financat, fokus dhe disiplinë, rezultate do vinë. Shëndeti, kujdes me shpinën dhe qëndrimin. Ujori. Dashuria. Sot mund të merrni një vendim të rëndësishëm për të ardhmen e lidhjes. Puna o financat, ide novatore do të bien në sy. Shëndeti, kujdes me lodhjen. Dashuria, ndjeshmëria është e lartë. Mos lejoni që pasiguritë t'ju ndikojnë. Puna o financat, një lajm i mirë financiar mund të vijë papritur. Shëndeti, meditimi do ju bëjë mirë. Shenjat më me fat për 10 shkurtin. Ujori. Binjak. Shenjat që duhet të tregohen të kujdesshme. Krepi. Demi. Hëna krijon një atmosferë reflektuese, duke ju shtyrë të mendoni për vendimet e marra gjatë ditës. Ky është momenti për të kuptuar çfarë duhet mbajtur dhe çfarë duhet lënë pas. Dashi vendimi që s'mund të shtyhet më. Në mbrëmje do ndjeni nevojën të vendosni për një çështje që e keni zvarritur. Instinkti juaj do jetë i fortë, por përpiquni të mos reagoni me impuls. Një mesazh i papritur mund t'ju ndryshojë humorin. Këshilla, besoni intuitës, por mos digjni ura. Demi, stabiliteti rikthehet. Një bisedë e qetë me një person të afërt do ju jap siguri. Financat fillojnë të marrin drejtim më të qartë. Mos u shqetësoni për vonesat, gjithçka po rregullohet ngadalë. Këshilla, durimi është arma juaj më e fortë. Binjakët, një surprizë e këndshme. Mbrëmja sjell lajme të mira.
Mund të merrni një ftesë ose një propozim që do ju bëjë të buzëqeshni. Në dashuri, një flirt i lehtë mund të shndërrohet në diçka më serioze. Këshilla, mos keni frikë të hapeni emocionalisht. Gaforja e emocione të thella. Ndjenjat do jenë më të forta se zakonisht. Nëse jeni në një lidhje, mund të bëni plane për të ardhmen. Beqarët duhet të mos krahasojnë të kaluarën me të tashmen. Këshilla, mos jetoni me kujtime, përqendrohuni te ajo që po vjen. Luani dritë mbi ambicjet tuaja. Një mendim i ri për karrierën mund t'ju mbajë zgjuar deri vonë. Idetë që lindin sot kanë potencial të madh. Në dashuri, pasioni rritet. Këshilla, shkruani idetë, mos i lini të humbasin. Virgjëresha, qetësi pas tuhis. Nëse dita ka qenë ngarkuar, mbrëmja sjell paqe. Një sqarim i vogël do largojë një keqkuptim. Financat stabilizohen. Këshilla, mos analizoni çdo detaj, relaksohuni. Peshorja, harmoni e brendshme. Sot do ndiheni më të balancuar emocionalisht. Një surprizë romantike është e mundur. Kujdes me shpenzimet impulsive online. Këshilla, dëgjoni zemrën, por kontrolloni portofolin. Akrepi, një e vërtet del në dritë. Mund të mësoni diçka që ju hap syt për një person. Mos reagoni menjëherë, analizoni situatën. Këshilla, qetësia ju jep fuqi. Shigjetari, plane për aventura. Një ide për udhëtim apo projekt të ri do ju emocionoj. Energjia pozitive ju shoqëron. Këshilla, mos shtyni ëndrat për më vonë. Britsjapi, përgjegjësi dhe shpërblim. Një lajm i mirë financiar mund të vijë në fund të ditës. Mund të ndiheni të lodhur, por të kënaqur me arritjet. Këshilla, pushoni pak e meritoni. Ujori, një hap drejt së ardhmes. Një vendim sentimental mund të merret sonte. Energjia është e favorshme për fillime të reja. Këshilla, mos keni frikë nga ndryshimi. Peshqit, intuita nuk gabon. Një ndjesje brendshme do ju tregoj rrugën e duhur. Mund të merrni një lajm që ju jep shpresë. Këshilla, ndiqni zemrën. Fati, numrat me fat, ngjyrat dhe mesazhi final për çdo shenjë. Energjia e 10 shkurtit mbyllet me ndikim të fortë intuitiv. Është një ditë ku universi jep sinjale të qarta për ata që din të dëgjojnë. Më poshtë gjeni fatin e ditës, numrat me fat, ngjyrat dhe këshillën kryesore për secilën shenjë. Dashi. Fati, mesatar, por me një mundësi të papritur financiare. Numrat me fat, 3, 11, 27. Ngjyra e favorshme, e kuqe e errët. Momenti më i mirë. Pas orës 18, 00. Mesazhi i yjeve. Një hap i guximshëm sot mund të hap dyert të mëdha nesër. Demi. Fati, i qëndrueshëm në financa, i lartë në dashuri. Numrat me fat, 6, 14, 22. Ngjyra e favorshme, jeshile smeraldi. Momenti më i mirë, paradite. Mesazhi i yjeve, durimi po shpërblehet, mos e humbni ritmin. Binjak. Fati, shumë i mirë në komunikim dhe lajme pozitive. Numrat me fat, 5, 9, 18. Ngjyra e favorshme, e verdhë. Momenti më i mirë, mesdita. Mesazhi i yjeve, një telefonat ndryshon humorin dhe planet. Gaforja. Fati, i lartë në ndjenja dhe familje. Numrat me fat, 2, 16, 30. Ngjyra e favorshme, blu e hapur. Momenti më i mirë, mbrëmja. Mesazhi i yjeve, zemra juaj sot është busulla më e saktë. Ëni. Fati, shumë i favorshëm në karrierë. Numrat me fat, 1, 10, 25. Ngjyra e favorshme, ari. Momenti më i mirë, pasdite. Mesazhi i yjeve, drita është mbi ju, shfrytëzojeni. Virgjëresha. Fati, stabil në financa, i qetë në dashuri. Numrat me fat, 4, 12, 21. Ngjyra e favorshme, bezhe. Momenti më i mirë. Pas orës 17, 00. Mesazhi i yjeve, mos kërkoni për sosmëri, kërkoni qetësi. Peshorja. Fati, i mirë në marrëdhënie dhe bashkëpunime. Numrat me fat, 7, 15, 24. Ngjyra e favorshme, rozë e lehtë. Momenti më i mirë, mbrëmja. Mesazhi i yjeve, harmonia ju hap dyert të reja. Akrepi. Fati, i luhatshëm, kujdes me vendimet impulsive. Numrat me fat, 8, 13, 29. Ngjyra e favorshme, e zezë. Momenti më i mirë. Pas orës 20, 00. Mesazhi i yjeve, qetësia është forca juaj sekrete.
Shigjetari. Fati, i lartë për plane udhëtimi dhe projekte të reja. Numrat me fat: 9, 17, 28. Ngjyra e favorshme: portokalli. Momenti më i mirë: paradite. Mesazhi i yjeve: sot fillon një ide që rritet shpejt. Britsjapi. Fati, i favorshëm në financa dhe dokumente. Numrat me fat: 10, 19, 31. Ngjyra e favorshme: gri e errët. Momenti më i mirë: pasdite. Mesazhi i yjeve: disiplina sjell shpërblim. Ujori. Fati, shumë i mirë në dashuri dhe vendime personale. Numrat me fat: 4, 20, 26. Ngjyra e favorshme: blu elektrike. Momenti më i mirë: mbrëmja. Mesazhi i yjeve: një kapitull i ri po hapet. Eshit. Fati, i lartë në intuit dhe lajme financiare. Numrat me fat: 3, 12, 23. Ngjyra e favorshme: vjollc. Momenti më i mirë: pas orës 19:00. Mesazhi i yjeve: intuita nuk gabon kur, dëgjojeni. Shenjat më me fat të 10 shkurtit. Ëni. Ujori. Binjak. Kujdesi veçantë. Krepi. Deshi.